Mos e harroni kur që koha nuk të fal. Ti shpeshherë ankohesh dhe thua se je i stresuar, je i mërzitur, se gjërat rreth e qarkteje nuk janë duke shkuar mirë. Pa mendon se vendi jo do të ngeli bosh në rast se ti do të tërhiqesh? Jo. Patjetër që aty do të vi dikush tjetër dhe do ta bëjë atë punë. Prandaj mos u anko, po shko dhe bëje më së miri punën tënde. Shko dhe jep maksimumin tënd. Mos e harro kurrë që pa dhimbje nuk ka fitore. Dhe mos e harro kurrë që nëse nuk do ndihesh dot shijen e dhimbjes, nuk do ta shijosh dot kurrë ashtu siç duhet fitore. Mos e harro se në këtë vend sigurisht që ti do të përballesh me të gjithë vështirësitë, presionet, pa e quan dot presion apo ngarkesë emocionale apo vështirësi ato që ti has në përditshmëri në punën tënde, ndërkohë që duhet mendosh që ka dhe më keq. Po, fatkeqësisht ka dhe më keq. Presion në thelb është që të zgjohesh nesër dhe mos të kesh të siguruar vaktin e bukës. Ndoshta dikush për jush tani mendon dhe thot se po, ka dhe prej atyre të cilët na kushtëzojnë edhe me bukën e gojës dhe na presionojnë edhe me bukën e gojës. Është e vërtet. Ky është presion vërtet i madh. Po mos harro kurrë që mbi çdo gjë dhe mbi gjithçka është Zoti. Dhe Zoti është rregullatori më i mirë i çdo gjëje.